Dashi. Të lindur më, 21 mars, 19 prill. Në lidhje mund të shfaqen disa keqkuptime të vogla, ndaj komunikimi i hapur është thelbësor për të shmangur tensionet. Në punë, një projekt i ri kërkon vëmendjen tuaj maksimale, por mos u friksoni të kërkoni ndihmë nga kolegët. Shëndeti është i qëndrueshëm, por mundohuni të shmangni stresin e tepërt me aktivitete relaksuese. Në aspektin financiar, një shpenzim i paparashikuar mund t'ju bëjë të rishikoni buxhetin tuaj. Demi. Të lindur më, 20 prill, 20 maj. Sot dashuria do të jetë në qendër të vëmendjes dhe mund të ndjeni nevojën për më shumë përkushtim nga partneri. Në punë do të merrni një lajm të mirë që mund të ndikojë pozitivisht në karrierën tuaj. Shëndeti është i mirë, por mos e neglizhoni pushimin pas një dite të ngarkuar. Financat janë në ekuilibër, por shmangni blerjet impulsive. Binjakët. Të lindur më, 21 maj, 20 qershor. Në marrëdhënie do të ndiheni të mbështetur dhe të kuptuar, duke forcuar lidhjet me të dashurit. Në vendin e punës, një ide origjinale mund të tërheqë vëmendjen e eprorëve, prandaj mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja. Shëndeti kërkon më shumë kujdes ndaj ushqimit dhe aktivitetit fizik. Në aspektin financiar, është një ditë e mirë për të planifikuar investime afatgjata. Daforia. Të lindur më, 21 qershor, 22 korrik. Sot mund të ndjeni një largësi emocionale nga partneri, ndaj është e rëndësishme të ndani ndjenjat tuaja hapur. Në punë mund të hasni vonesa të vogla, por durimi juaj do të shpërblehet. Shëndeti është i qëndrueshëm, megjithatë rekomandohet të pushoni më shumë. Në financa, jini të kujdesshëm me shpenzimet e vogla që mund të grumbullohen. Luani. Të lindur më, 23 korrik, 22 gusht. Në dashuri, një takim i papritur mund të sjellë energji të reja dhe emocionuese në jetën tuaj. Në aspektin profesional, një koleg do t'ju ofrojë ndihmë të vlefshme, pranojeni me mirënjohje. Shëndeti është i mirë, por do të ishte e dobishme të ushtroni më shumë. Financat janë stabile, por është koha të mendoni për kursime. Virgjëresha. Të lindur më, 23 gusht, 22 shtator. Në marrëdhënie, harmonia është e pranishme dhe mund të planifikoni diçka të veçantë me partnerin. Në punë do të përballeni me sfida të vogla që do t'ju ndihmojnë të rriteni profesionalisht. Shëndeti kërkon më shumë vëmendje në ushqyerje dhe hidratim. Në anën financiare, është momenti i duhur për të analizuar shpenzimet dhe të vendosni prioritetet. Peshorja. Të lindur më, 23 shtator, 22 tetor. Sot, në dashuri, mund të hasni një debat të vogël, por gjithçka zgjidhet me tolerancë. Në punë, një detyrë e re kërkon përqendrim maksimal dhe organizim të mirë. Shëndeti është i mirë, por mos lini pas dore aktivitetin fizik. Financat kërkojnë kujdes, ndaj shmangni huazimet ose investimet e rrezikshme. Akrepi. Të lindur më, 23 tetor, 21 nëntor. Në lidhje, ndjeni nevojën për më shumë afërsi dhe mbështetje, ndaj përpiquni të kaloni më shumë kohë me partnerin. Në punë, përpjekjet tuaja do të vlerësohen dhe mund të merrni një ofertë interesante. Shëndeti nuk paraqet shqetësime, por një kontroll rutinë do ishte i dobishëm. Në aspektin financiar, mund të merrni një pagesë të vonuar ose një bonus të vogël. Shigjetari. Të lindur më, 22 nëntor, 21 dhjetor. Në jetën sentimentale, sot do të ndiheni të vlerësuar dhe të dashuruar, duke sjellë qetësi shpirtërore. Në punë, janë të mundshme bashkëpunime të reja që do t'ju ndihmojnë të arrini objektivat. Kujdesuni për shëndetin, veçanërisht për sistemin nervor dhe relaksimin. Financat janë të qëndrueshme, por mos ndërmerrni rreziqe të panevojshme. Britsjapi. Të lindur më, 22 dhjetor, 19 janar. Sot mund të përjetoni emocione të forta në dashuri, prandaj tregohuni të sinqert dhe të hapur me partnerin. Në punë do të keni mundësi të shfaqni aftësitë tuaja dhe të fitoni respektin e të tjerëve. Shëndeti është i mirë, por mos e teproni me lodhjen fizike.
Në aspektin financiar, është momenti i duhur për të shlyer borxhet e vogla. Ujori. Të lindur më, 20 janar, 18 shkurt. Në marrëdhënie, sot do të ndjeni harmoni dhe mirëkuptim, duke forcuar besimin reciprok. Në vendin e punës, një detyrë e papritur kërkon fleksibilitet dhe shkaftësi nga ana juaj. Shëndeti është i qëndrueshëm, por përfitoni nga dita për të marrë ajër të pastër. Financat janë në gjendje të mirë, por mos i shpërdoroni të ardhurat. Peshqit. Të lindur më, 19 shkurt, 20 mars. Sot, jeta juaj sentimentale mund të ndikohet nga humoret e ndryshme, ndaj ruani qetësinë dhe mirëkuptimin. Në punë, një diskutim konstruktiv me një koleg do të sjellë zgjidhje të dobishme për një projekt të rëndësishëm. Shëndeti është i mirë, por kushtojini rëndësi balancës mendore dhe fizike. Financat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm, veçanërisht në lidhje me shpenzimet e shtëpisë. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.